Nga këtu ne vazhdojmë rrjedhën e emisionit me zhvillime të tjera, ne po përballemi këtej me çështjen e presidentit, ndërkaq në lindjen e mesme po vazhdojnë tensionet mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Izraelit si dhe Iranit. Së fundmi një raketë tjetër balistike ka përsyer në territorin e Turqisë, gjë që e ka acaruar më pas presidentin turk Erdogan, i cili paralajmëroi Iranin se një tjetër raketë, meqense ka hyrë, i bie që raportet mes vendeve edhe po prishën. Erdogani ndër të tjera theksoi se Turqia është e gatshme të mbrojë territorin e saj dhe se do të marrë masa vendimtare ndaj çdo kërcënimi. Për të diskutuar gjitha këto në një linjë të drejtë për drejtë kemi ish generalin Kadri Kastrati. Zotri Kastrati, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje juve dhe teleshikuesve tuaj. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Si po i shihni zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, sulmet po vazhdojnë, tashmë në ditën e 11 ose të 12, nuk po e di saktë në cilën jemi, raketa iraniane sërish raportohet të ketë kaluar mbi Turqi, gjë kjo e cila edhe nuk kaloi pa reagimin e presidentit turk. Jo shumë mirë e thatë kur bota po ballafaqohet me një rrezik jashtëzakonisht lartë të një lufte të mosave globale, kur fuqitë e mëdha botërore kanë nxjerrur dhe i kanë bërë përgatitjet e duhura edhe për armët bërthamore. Kosova fatkeqësisht po merret me zgjedhjen e një presidenti që nuk ka ndonjë rol shumë të rëndësishëm, e kjo me të vërtetë është përkeqësore dhe me të vërtetë e tregon një seriozitet se sa klasa politike në Kosovë mendon për çështje nacionale e sa mendon për çështje personale dhe çështje partijake. Lindja e mesme tash kemi hyrë në ditën javën e dytë apo ditën e 9, kur sulmet amerikano-izraelite janë duke zhvilluar drejt Iranit. Ditëve të para e dim fare mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleati i saj Izraeli kanë arritur që ta mos të madhe ta shkatërrojnë mbrojtjen kundërajrore, të shkatërrojnë radarët, të shkatërrojnë në tërësi, them ashtu flotën detare të Iranit, të shkatërrojnë aeroportet dhe ato infrastrukturën vitale që është për gardën revolucionare dhe ushtrinë iraniane, dhe këto kanë dhënë një ramje jashtëzakonisht fuqishme dhe është krijuar mundësia që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli tani të fluturojnë edhe lirshëm mbi territorin e Iranit me aeroplan dhe të kërkojnë caqe të ndryshme. Problemi ekziston se Irani nuk është sulmuar 100 vjet dhe ushtarakisht është jashtëzakonisht e përgatitur, ka në 3 anë të kufirit vet ka bjeshk të larta, ka ndërtuar tunele nën këto bjeshk dhe aty ka strehuar edhe këto raketat balistike dhe raketat supersonike, pastaj ka lansues dhe ata dron që ka të prodhuar. Gjithashtu është jashtëzakonisht e vështirë që të shkatërrohen sepse thellësia ku gjenden këto raketa dhe gjitha këto pajisje është jashtëzakonisht e madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mundësi që ta shkatërrojnë. Qëllimi kryesor i Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë rend po shkatërrimi i pasurimit të uraniumit, shkatërrimi i atij vend qëndrimit ku Irani supozohet se ka qenë në prag të prodhimit të armës bërthamore dhe këtë qëllim nuk e di deri kur është arrit, pasi që informacionet nuk po rrjedhin aq sa duhet. Pastaj në ndë si qëllim e ka pas shkatërimin e prodhimit të raketave të përmosave apo të rrezet veprimit gjatë për të mbrojtur edhe bazat e veta në rajonin përreth ku ka bazat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke edhe të mbrojtur aleatët e vet që i ka atë përreth, aleatët dihet cilat janë, është Arabia Saudite, janë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreni, Jordani, Katari dhe shtetet përreth që me të vërtetë deri këto nuk kisha thonë që ka rritur të mbrojë ata, për arsye se Irani ka bërë një goditje të fuqishme
në Jordani, ku me sulmeve të para ka shkatruar një radar të Shtetit Bashkuara të Amerikës, radar i cili është shumë i rëndësishëm, i cili kushton mbi $300 milion dhe i cili është vendosur atë për zbulimin e hershëm të lansimit raketave ballistike dhe raketave tjera dhe dronëve normal, dhe për atë arsye edhe pak sado janë acaruar edhe marrëdhëniet mes aleatëve në rajon dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse e kemi parë që janë sulmuar edhe qytete si Dubai, Abu Dhabi, është sulmuar aeroporti komercial i Dubait, edhe shumë vend lokacione tjera, dhe këtë nuk e kam pritur, të them drejtën, ashtu qysh unë e mendoj, nuk e kam pritur edhe aq shtetet e rajonit. Tjetër, unë kisha dashur ta ceku këtu edhe sulmi që ka shku edhe përtej rajonit, sulmi me raketa në drejtim të Qipros. Unë nuk mendoj që cak i sulmeve ka qenë Turqia, sepse edhe vetë Irani edhe Turqia kanë sqaruar se cak nuk ka qenë Turqia, po cak ka qenë Qiproja. Atje është baza ajrore e vendosur e Britanisë Madhe, por nuk ka qenë baza cak i sulmeve, po cak i sulmeve ka qenë një hangar që atje Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë të stacionuar aeroplanet U-2, aeroplan shumë të sofistikuar të shpionazhit, ku përdoren edhe për monitorimin dhe vëzhgimin edhe të rrezëve të uraniumit dhe të armëve bërthamore, dhe për atë arsye unë mendoj që këto koordinata dhe koordinata tjera që tani Irani është duke i marrë dhe duke i sulmuar, është duke i marrë edhe nga, jo edhe, po sigurisht nga Rusia, e cila është duke përkrahur në dhënien e informacioneve se ku dhe çfarë duhet të sulmoj rreth Iranit. Këto janë një përmbledhje që unë mendoj që janë shumë të rëndësishme për shikuesit e juaj që të dinë se si ka filluar dhe deri ku ka ardhur. Kostoja është jashtëzakonisht e madhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse një dron që Irani përdor kushton diku rreth $30.000 për prodhimin e tij, kurse një raketë Patriot që përdoret për prodhimin e këtyre dronëve kushton prej $3 deri në $5 milion, dhe para mendoni që nëse ju e lëshoni ushtarakisht ashtu edhe përdoret, e lëshoni një dron, atëherë duhet 2 raketa që të shohen për ta zgjathuar atë dron, dhe kostoja jashtëzakonisht e madhe që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke harxhuar mbi $1 miliard në ditë, dhe unë mendoj se edhe pse presidenti Trump e ka paralajmëruar që ky operacion do të zgjatë dikon rreth 5 javë, unë mendoj që me deklaratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe presidentit saj sot mendoj që e ka zvogëluar në minimale, dhe si tha presidenti Trump sot që ne jemi para planit, dhe unë mendoj që shumë shpejt do të përfundon ky operacion, sepse hyrja e forcave toksore mendoj që është e pamundshme dhe do të jetë një kosto jashtëzakonisht e lartë edhe në financim, por edhe në njerëz për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, unë kisha thonë gjithashtu, gjatë këtyre 9 ditëve është duke prodhuar një krizë shumë e madhe ekonomike, sepse gryka e Hormuzit nuk është mbyllur faktikisht, por është e vështërsuar dhe është shumë e rrezikuar që të kalojnë tankerët aty me naftë, dhe nafta po e shohim edhe në vendin tonë ka bërë një rritje të çmimeve në rajon gjithashtu, po edhe në botë, dhe nëse vazhdon me këtë trend të operacioneve amerikan-izraelite drejt Iranit, unë mendoj se Evropa edhe bota në përgjithësi do të ballafaqohemi në një krizë të paparë që nga viti 1934-39 para luftës së dytë botërore, dhe kjo nuk e di sa do të jetë e përballueshme për ekonominë botërore në përgjithësi.
E qartë, general, para se të ndalemi ndoshta edhe njëherë tek deklaratat e Trumpit për luftën e përgjithësi, dua të ndalemi edhe njëherë tek e përmendet edhe ju se qëllimi nuk ka qenë Turqia, ka qenë Çipro. Megjithatë, deklarata e presidentit turk ka qenë e ashpër ndaj Iranit, duke thënë se po prish një micin. Ka gjasa që ndoshta me gabime të tilla që bëhen nga ana e Iranit, që të ketë pra edhe një tjetër raketë që do të bie në Turqi, edhe të ketë një ashpërsim ndoshta të turqëve dhe të ketë ndoshta një përfshirje të tyre dhe të prishet micia me Iranin. Po, unë mendoj që Irani, nëse shkon edhe ma tutje lufta vazhdon, Irani është interesuar që ta bëj, ti nxesë edhe shtete rajonit që ti fut në luftë, të bëhet një luftë rajonale minimum këto shtete që përmena më heret, por pse jo edhe të prish misin, sepse ajo ka pas edhe misi edhe me shtetet rajonit, atë pse mos prish misin edhe me Turqin, dhe sepse Turqia është antare NATO-s, Turqia ka bazat amerikane atje, nga Turqia nesër sot nesër djek mund të përdoren edhe fluturime e aeroplanëve për bombardime në brenda territorit të Iranit, dhe unë nuk kisha befasuar që tjetë edhe kjo. Mirë po duke parë edhe deklaratën e ministrit punët jashtme dhe Iranin përgjithësi, e cila ka kërkuar falje ndaj disa shteteve, sepse nuk e ka pas qëllim që të sulmoj këto shtete, po të sulmoj bazat amerikane, atëherë le të kuptoj që tani për tani Irani nuk është interesuar që të prish marrëdhëniet me Turqin. Mirë po, ju e dini që artikulli 5 i NATO-s është i aktivizuar, dhe nëse një projektil kalon mbi një shtet NATO-s, ata nuk e din se cilat koordinata e ka ai projektil, ku e ka destinacionin, dhe është shumë normale që po foli si ushtarak që ai të rëzohet me njëherë, dhe kështu ka vepruar edhe NATO, ja ka rëzuar atë në hapësirat atë pa mrrim destinacionin për ku është nisur ai projektil. Por unë mendoj se projektili është nisur në Çipër, baza Akrotiri, e cila tash edhe më herët numëron diku rreth 800 ushtarak, ka edhe personel tjerë civil, por aty gjenden hangaret cilët mbajnë aeroplanet shumë sekret amerikan të spionazhit, cilët përdoren për rajonin, edhe lidhjen e mesme, edhe atë pjesë të botës për të vëzhguar dhe për të spionuar dhe për të marrë. Ata aeroplan janë pajisur me kamerat shumë të sofistikuara që marrin fotografi shumë të qarta, por thash edhe më herët kanë edhe them ashtu shumë popullore, e kanë hunën dhe e kanë senzoret që mund të nuhatin edhe aty ku prodhohet uraniumi, dhe për atë arsye ata mos tepër përdoren, dhe kjo ka qenë një prej arsye pse Irani ka sulmuar me informacionet, sipas informacionet që unë kanë nga Rusia, sepse Rusia është duke dhënë informacione të sakta se çka dhe ku gjendet rreziku për Iranin dhe për rajonin në përgjithësi. Po, e përmendëm deklaratat e fundit të Trump për CBC News, i cili gjatë ditës së djeshme ka thënë se mendoj se lufta është gati e përfunduar, pothuajse plotësisht po jepet fund, dhe madje ka thënë se vetëm përfundimi i kësaj lufte është në mendjen time. General, beson se edhe Irani ndoshta është i kësaj ideje që të përfundohet, të jetë dakord për të përfunduar lufta, sepse në një deklaratë të tyre në fakt ka pasur edhe zëra se kanë thënë se Irani nuk do të rezistojë gjatë, por ka ardhur një deklaratë tjetër nga Irani, të cilët kanë thënë se kanë shfrytzuar vetëm ndoshta pjesën më të vjetër të armatimit dhe se janë gati për të vazhduar tutje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me siguri kanë shkatruar, mos them tërësisht, po diku 60 deri 70% të arsenalit të saj, qoftë raketor, qoftë edhe arsenale tjera që i ka përdor, ja ka shkatru komplet 48 udhëheqës politik dhe ushtarak, dhe kjo nuk është që e ka shkatruar edhe nuk e ka prish komandën dhe kontrollin në përgjithësi, por e ka dëmtuar në mas të madhe, dhe normal që
ekonomikisht Irani ka qenë edhe i dëmtuar për shkak të sankciona më herët, tani eksportin e naftës, gazit dhe çështje tjera e ka të pamundur të bëjë për arsye të luftës. Dhe unë mendoj që ata nuk dojnë dorëzohen pa kufar kushti, por unë mendoj që mezi presin që një shtet mik i tyre të ndërhyjë, të ndërmjetësoj për ndalimin e luftës apo ndalimin e operacioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ata unë mendoj që e kanë frikë, Irani e ka frikë se brenda Iranit jetojnë dikun 6 deri në 8 milion kurd, dhe sipas disa parashikimeve dhe sipas disa deklaratave edhe të presidentit Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të armatosin këta kurd që jetojnë brenda territorit të Iranit, dhe kjo do të ishte një luftë nga brenda që do t'i ndihmonte edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Izraelit që të rrezohet ky režim, edhe pse është vrarë Ali Khamenei, por ka ardhur djali i tij dhe me ardhen e djalit të tina për mendimin tim është režimi i njëjtë, nuk ka ndryshuar asgjë dhe këta dëshirojnë mos tani, sigurisht që të ardhmen do të punojnë shumë fuqishëm në drejtim që nëpërmes kurdëve që jetojnë aty brenda të bëjnë diçka. Unë mendoj që CIA dhe shërbimet tjera inteligjencë, po edhe Mossad nuk kanë punuar mjaftueshëm me kohë apo para se të fillojë operacioni që të punojnë me kurd brenda për brenda, të punojnë me opozitën që është brenda Iranit, që me kohë ata të fillojnë përgatitje dhe njëkohësisht krohas operacioneve të ndodhin edhe sulmet për brenda dhe tash do të jetë pak më e vështirë, po mendoj që nuk është e pamundur që të vazhdohet ushtarakisht brenda për brenda, sepse e thash më herët, Shtetet Bashkuara të Amerikës duke pas parasysh pozitën gjeografike të Iranit, e rrethuar në 3 anë të kufirit me bie shumë të larta, në anën e 4 e ka detin, mendoj që është e pamundur nuk është, por kostoja do të ishte katastrofale për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ata shumë mirë e dinë që kjo është një avanturë apo një operacion jashtëzakonisht i kushtueshëm në jetrat njerëzve dhe në mjete materiale, dhe unë mendoj që Shtetet Bashkuara nuk do të shohen në një avanturë të tillë tash për tash. Padyshim se do të jemi kastrati këtu për t'i parë dhe për t'i diskutuar edhe ditët në vijim. Ne të falenderojmë shumë që ishe sot pjesë e mesditës. Faleminderit juve, ishte kënaqësi, shëndet e punë të mirë. Faleminderit shumë general që ishe me ne, ndërkaq me këtë intervistë.